Nuk guxojmë na me hek dorë. E tash, nëse dikush Jo, nuk ishte çështja a hekum na dorë, as hekum dorë, se ajo dihet, po zoti Gjini, megjithatë, domethënë NATO nuk është si UEFA. S'kem bën me lujt me to, po me lujt me to pa luftarak. Halil, çfarë do relativizimi i synimeve tona na largon prej synimit? Jo, pse e mohoj Rubio, që si jemi kurkun në agjend. U e ka pas mohu dikush që Kosova ka drejt edhe me shpall pavarësi ma heret, e na ka thonë edhe në herë pahiri që edhe jemi një farë organizate terroriste, po mos e harroni historinë tonë. Suksesi jonë është komgullja jonë në rrugën e drejtë. Pa dyshim, që s'kemi dilema, besoj as me zotin Kurti, jo me juve. E po atyre, so herë që ngritën dyshime, diçka relativizohet, edhe unë jam kundër. E di që nuk jam vetëm, e di që ka mendime tjera, por nuk guxoj me relativizu edhe mundësin, nuk guxoj me relativizu synimin tonë. Se u gjik për fjallorit politik, partive politike dhe quve liderve ideja e antarësimit Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Domthon 10 vjet ka që kush flet për këtë punë. Sepse aty ka drejt vetoje Rusia. Çepse. Po, çepse. Po ne mund të jemi në asamblenë e përgjithshme zoti Gjini, antar. Alil, ti e tu e ditë, po unë për shembull bëj pjesë në grupin e njerëzve që mendon që gjoja më e rëndësishme për Kosovën është siguria. Pse as duhet ta kemi synim edhe OKB-n. Veç pak. Me që po flet për synime. Po qysho. Ti të fortat, po fjala mujt as muj me fol gjatë natën, a? Po unë për të thëmë ty çka unë besoj. Unë besoj që ma arritshme është NATO-ja se OKB-ja. E nuk o veç besimi imi, është besim edhe i miqve tonë, me cilë të rrimë edhe bisedojmë, edhe cilë të na thojnë poster. Shumë ma letë kini me emri NATO-n,